Ati në Kosovë që dyër brenda një viti veç të regon për krajën të cilën ja ka dhënë Federatës Basketbollit Kosovës, vlerësimin që ne ka për sportin tonë, këto dhe mënyrën se si po punojmë te. Natyrisht të që është vlerësim edhe për vetë Kosovën, se ka ardhur dhe për me nderu sportin e vendit në përgjithësi dhe takimin që ati ka pas me Komitetin Olimpik edhe dje edhe herën e kaluar natyrisht se të regojnë dhe të që ka përpjekje për ta thellu bashkëpunimin e të gjitha nivelet edhe më tej. Po shpresojmë që të gjitha këto aktivitetet që po i ndërmarrim të mos i shërbejnë vetëm asaj që quhet diplomaci sportive, po dhe takimit të cilin sot e kryejm këtu para disa minutash, që është i komisionit më të rëndësishëm FIBA Evropës, komisionit për trit, edhe sjellja e njerëzve këtu në Kosovë, po edhe zhvillimi i këtyre punimeve të cilat i kemi bërë këtu, do të besoj që tregojnë që edhe dëshmojnë edhe njëherë që Federata e Basketbollit vazhdon të jetë e involvuar apo e përfshirë me tërë shenjën e vet për ta zhvilluar basketbollin tek të rinjtë.